kjo përkrahje nuk është thjesht ndihmë financiare, por është angazhimi për të ndihmuar ndërmarrjet vendore që janë shtyllë kryesore për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit tonë. E lajmi i mirë është që në qerekun e dytë si vjet, rritja ekonomike është 4.58% të bruto produktit vendor, që do të thotë se kemi stabilitet në rritje të vazhdueshme dhe me këtë rast më lejoni t'ju falenderoj të gjithë juve, secilin për kontributin që bëni për ekonominë e vendit tonë, duke filluar nga punësimi ku ju e keni barrën kryesore dhe asnjëherë nuk mund të jemi mjaftueshëm mirënjohës, e deri tek kontributin e buxhetit në shtetit përmes tatimeve që paguani për Republikën tonë. Me politikat tona zhvillimore, po fuqizojmë ekonominë e vendit bashkë dhe po i mbështesim si asnjëherë më parë qytetarët dhe ndërmarrësit e industrisë prodhuese në rritje për zhvillim të qëndrueshëm e gjithëpërfshirës për qytetarët e Republikës sonë.